ecë me vetur të blindume. Prej kujt friksohet kjo? Se të tjerëve u thashte që ju po friksoni prej popullit, prandaj fshihni prapa xhamavzi. Por të gjitha këto, ky i kamuflon me një gjë, sepse është populist. Se ky është pikë rreziqe, sikur po dojnë me vra. Ju kujtohet se çka ndodhi në rastin e vizitës në Maqedoni, kur dul propaganda e tyne në RTK, që thanë është përgatit atentat kundër Albin Kurtit. Dhe duke paraqit këto, si njeri që ka jetën në rrezik për shkak se po lufton me Serbin, po i lufton krimin e organizuar, po i lufton oligarkët, atëherë ky popull e amforën se i duhet gjipi blindum për ta mbrojtur jetën e tina. Pra, populist janë njerëz të poshtër dhe me poshtërsinë e tyne manipulojnë masën dhe duke manipuluar masën, pastaj sundojnë siç ka sundu zoti Orbán.